Përshëndetje miq, jeni duke u shoqëruar me programet televizive të televizionit Opinion dhe me emisionin ton Zëri i Fëmijëve. Zëri i Fëmijëve, si çdo herë tjetër, edhe këtë herë do të sjell më të mirën për ju. Për ta kuptuar se ç'kemi sot për të përgatitur për ju, ju ftojmë të ndjekni materialin të cilin ne me shumë kënaqësi e përgatitëm në shkollën e mesme të Hulët Emin Duraku në Prizren. Përshëndetje. Përshëndetje. A mund të na prezantohesh? Po, unë shem Gatina Hima, jam në klasën 7-3 edhe i vijoj mësimet në shkollën fillore të mesme të Hulët Emin Duraku. Unë quhem Vita Çollaku, jam në klasën 7-4 dhe vijoj mësimet në shkollën fillore të mesme të Hulët Emin Duraku. Me çfarë aktivitete merrni? Unë merrem me shkrime letrare, njëkohësisht jam pjesë edhe e grupit letrar në këtë shkollë. Shënojmë shumë gjëra të ndryshme, për shembull poezi, tregime, shumë tjera. Jam në grupin e letrarëve dhe po ashtu në grupin e biologëve. Në grupin e letrarëve ne shënojmë vjersha të ndryshme dhe më pas i lexojmë para nxënësve të tjerë që marrin pjesë. E aktivitetet e dramës, a mund të na tregoni më shumë? Po, kjo dramë ka qenë shënuar nga Ibrahim Skenderi, edhe është quajtur Krushit e Lirisë. Kanë marrur pjesë disa nxënës edhe kanë luajtur role të ndryshme, duke filluar nga periudha e lashtë, ku kanë qenë prej mbretëreshës Teut e deri tek lufta e fundit Adem Jashari. Aty flitet gjysh ju tregon historinë fëmijëve të tij, mbesave dhe nipave dhe flet për heronjt e kombit tanë. Si e keni ndjerë veten pasi që keni qenë udhëheqëse të kësaj drame? Mirë, ka qenë një eksperiencë e mirë. Edhe për mua, po ashtu. Keni marrë pjesë, a mund të na tregoni se në cilin qytet keni marrë pjesë edhe si ju kanë pritur? Drama ka qenë në Skenderaj, ka marrë pjesë edhe kanë marrë gjithashtu edhe mirënjohje, edhe po ashtu edhe në Prizren në shtëpinë e kulturës. Po ashtu të kemi qenë edhe në Pej, ku kemi shfaqur disa ese dhe vjersha dhe atje një nxënës i shkollës tonë ka fituar për vizatimin e Drinit të Bardhë. Përshëndetje. Përshëndetje. A mund të na prezantohesh? Po, unë shem Gatina Hima, jam në klasën 7-3 dhe i vijoj mësimet në shkollën fillore të mesme të Hulët Emin Duraku. Pasi që ra fjala për shkollën tuaj, a mund të na tregosh më shumë rreth historikut të kësaj shkolle? Po, shkolla Emin Duraku është një shkollë e vjetër dhe cila ka përcjell diturim brez pas brezi në të gjitha gjeneratat. Kjo shkollë ka kurrë suksese jashtëzakonisht të mëdha dhe për gjitha këto suksese që i kemi arritur, i falenderojmë shumë drejtorit tonë, i cili na ka ndihmuar jashtëzakonisht shumë, Magjistër Rahim Bekteshi, dhe po ashtu arsimtarëve që nuk janë lutur asnjëherë dhe janë munduar shumë për neve, por edhe nxënësit të cilët kanë dhënë një kontribut mjaft të madh duke mësuar edhe prindrit. A mund të na tregosh më shumë rreth aktivitetet të cilat merren kjo shkollë, rreth aktiviteteve? Po, shkolla Emin Duraku zhvillon një mori aktivitetesh, cilat ka jashtëzakonisht shumë. Ne kemi aktivitete ndryshme, si për shembull orën letrare, mbajmë çdo herë me ndonjë rast, si për shembull festa, si 28 nëntori, 17 shkurti e tjera. Dhe kemi edhe klube të shumta përveç klubit letrar, si klubi i Gjelbërt, klubi i biologëve e tjerë. A mund të na tregoni që keni marrur pjesë në ndonjë garë e cila është mbajtur në kuadër të Kosovës? Po, ne kemi marrë pjesë në garën 1, 2, 3 fillon, cilin e kemi fituar vendin e dytë në nivel të vendit, në Kosovë, edhe gjithashtu kemi marrë pjesë në gara të shumta. Në Pej kemi fituar vendin e parë si vizatimi më i mirë i Drinit të Bardhë, ku kemi pas me u prezantu. Po ashtu edhe kemi marrë pjesë edhe në Skenderaj me dramën Krushit e Lirisë, cilin e ka shënuar Ibrahim Skenderi. Po pasi që ra fjalat e dramat dhe aktivitetet e tjera, a janë ndarë arsimtarët, drejtori dhe të gjitha organizatorët e kënaqur
Për kas punës suaj? Po, Tasiki edhe drejtori ka qenë iniciator i gjithë këtij aktiviteti dhe ndihma më e madhe ka qenë prej tij. Po ashtu edhe arsimtarët, besoj që gjithë kanë qenë të kënaqur pasi nxënësit kanë bërë një punë jashtëzakonisht shumë të madhe. Ne të falenderojmë që more pjesë në intervistë edhe të urojmë suksese në të ardhmen. Faleminderit shumë gjithashtu. Përshëndetje. Përshëndetje. A mund të na prezantohesh? Unë quhem Vita Çollaku, vijoj mësimet në shkollën fillore të mesme të Olet Emin Duraku, jam në klasën e 7. Pasi që ra fjalat e shkolla, a mund të na tregoni më shumë rreth bibliotekës së shkollës, kabineteve të cilat i posedon shkolla? Po, shkolla jonë ka një biblioteke cila është mjaft e pasur me libra. Ajo gjithashtu ka kabinetet. Kemi kabinetin e biologjisë, të fizikës, kimisë, historisë, gjeografisë e të tjera. Pasi që ra fjala edhe të kabinetet edhe të lëndët edhe të arsimtarët të cilat ju udhëheqin këto kabinete, ju nxënësit, a jeni pjesëmarrës në bibliotekë, në kabinete? Po, sigurisht, ne kemi kartonin e shkollës, e bibliotekës së shkollës, me të cilin mund të marrim libra sa herë që dëshirojmë, dhe ne kemi edhe, siç po e shihni, edhe biblioteka është me hapësirë mjaft të madhe dhe në qoftë se kemi dëshirë mund të lexojmë edhe në bibliotekë. Pasi që ra fjalat e biblioteka, edhe biblioteka qenë ka aq e pasur, kush ishin organizatorët, ose kush e iniciatoi këtë pasurit madhe të librave? Gjithmonë fal drejtorit të shkollës sonë, magjistrit Rahim Bekteshi dhe arsimtarëve tanë. Por prindrit edhe nxënësit a janë pjesëmarrës për pruarjen e librave të tyre? Sigurisht, edhe shkrimtarët, kemi pasur disa organizime që i kemi mbajtur këtu në bibliotekën, kanë qenë disa shkrimtarë të shumë dhe secili ka dhuruar libra për bibliotekën tonë. Gjithashtu edhe prindrit dhe nxënësit ka qenë një aktivitet ku libra që nuk përdoreshin më tek shtëpitë e tyre të binin në shkollë. Kemi marrur vesh se ju si shkollë keni edhe gazetën e shkollës. A mund të na tregoni më shumë rreth gazetës së shkollës, kush e përbën, nga kush udhiqet dhe pjesëmarrjen e nxënësve në atë gazetë? Po, sigurisht, ne kemi edhe gazetën e shkollës që titullohet Ardhmëria. Ajo gazetë u bë fal arsimtarëve të gjuhës shqipe dhe me ndihmën e tyre të gjithë nxënësit morën pjesë të gjitha klasave. Faleminderit shumë që pranove të bësh intervistë dhe të urojmë suksese në të ardhmen. Faleminderit gjithashtu. Përshëndetje. Përshëndetje. A mund na prezantohet? Po, unë që Ana Pajaziti, jam 12 vjeçare. Jam në klasën e 7, mësimet i vijoj në shkollën fillore të mesme të Ullët Emin Duraku në Prizren. Je nxënëse e shkëlqyesh? Po. A mund të na tregosh me çfarë aktivitete merresh? Mirem në fushën e aktrimit, ku edhe hobi e kam aktrimin, mirem me sporte, me letërsi e të tjerë. Ke marrur pjesë në ndonjë shfaqje artistike? Po, kam marrë pjesë në dramën Krushi i Riris. Këtë dramë kemi përgatitur në shkollë me ndihmën e mësimdhënësve, të drejtorit të shkollës dhe të autorit të dramës. Këtë dramë e kemi shfaqur në Skënderaj, kemi bërë gara me 22 shkollat e tjera të Kosovës, ku kemi marrë edhe çmimin e parë të publikut. A i ndjetë të kënaqur me këtë çmim dhe ka qenë kënaqësi dhe provoja juaja interesante? Po, për ne ka qenë një kënaqësi shumë e madhe, sepse ka qenë hera e parë që ne po marrim në një dramë, sepse do t'i dalë emri shkollës. Çfarë roli ke pasur? A mund të na cekësh rolin tënd në dramë? Po, unë kam pasur rolin Marigonës. A ke luajtur me përkushtim? Po, në atë moment kur unë kam luajtur rolin e Marigonës, e kam hequr veten që jam Ana, do më thonë atëherë kam menduar se jam Marigona, një heroike e cila ku e kam shpëtuar Shot Galicën. Sa persona, sa nxënës keni marrur pjesë në dramë, brenda dramës? Në dramë kemi marrë 12 aktor, 12 persona. Faleminderit shumë që pranove të bësh intervistë dhe shumë suksese në të ardhmen. Faleminderit. Përshëndetje. Përshëndetje. A mund të na prezantosh? Po, unë quhem Martin Fizullau, jam 13 vjeçar dhe mësimet i vijoj në shkollën fillore të Ullët të mesme Emin Duraku në Prizren. Me çfarë aktivitete merresh? Unë merrem me sporte, hobi kam që të vizatoj. Përpos këtyre aktiviteteve, a merresh edhe me ndonjë aktivitet tjetër? Po, jam marrë me dramë.
A mund të na tregosh se si ishte ndjenja dhe çfarë roli ke pasur ti në dramë? Njërë djena për mua isha emocionuar kur shkova atje, unë rolin tim e ka pasur gjyshi, në rolin tim unë këtë nipave të mi isha duke i tregua për historinë e Skënderbeut deri te lufta e mjashtarët, kështu. A ishin ndarë të kënaqur ju? Po ishim të ndarë të kënaqur. Kush ishte organizator prej arsimtarëve? Pra arsimtarëve ishin shumë arsimtarë në ndihmuan edhe drejtori dhe po ashtu edhe autori i kësaj drame. Faleminderit shumë që pranove të bësh intervistë dhe shumë sukses. Faleminderit. A mund të na prezantoj? Po, unë quhem Altin Fizollau, jam 12 vjeç dhe jem mësimet në shkollën fillore të ulët të mesme Emin Duraku, jam në klasën e 7. Me çfarë aktivitete merresh? Merrem me aktivitetet të ndryshme, por më së shumti merrem me aktivitetin e sportit dhe kam hobi vizatimin. Përpos këtyre aktiviteteve merresh me aktivitete tjera? Po, kam marrë aktivitete në aktrimin në një drame që e kena organizuar. A mund të na tregosh më shumë rreth rolit tënd në dramë? Roli im ka qenë ylli, ka qenë nipi i gjyshit, në rolin tim kam përjetuar shumë gjëra të atashme shumë të mira. A jeni ndarë të kënaqur ju? Unë po jemi ndarë të kënaqur. Ke diçka për të thënë në fund për të shtuar më shumë rreth dramës dhe për të shtuar më shumë rreth rolit tënd? Unë shpresoj që në të ardhmen, nëse do të organizojmë prapë këtë dramë, në të ardhmen shpresoj që të kem suksese. Unë quhem Dilara Kaçaniku, jam 12 vjeçe dhe vijoj mësimet në shkollën fillore Emin Duraku dhe jam në klasën e 7. Me çfarë aktivitete merresh? Unë merrem me sport, merrem me balet, po ashtu edhe në fushën e artit, me aktrim. Ke marrur pjesë në ndonjë shfaqje artistike? Po, kam marrë në plot shfaqje, në Shadërvan, në Prishtinë, në Pejë e të tjera. Mund të na tregosh më shumë rreth shfaqjes së fundit, e cila është mbajtur në Skënderaj? Në Skënderaj kemi kaluar një kohë shumë të mirë, kemi fituar edhe çmimin e parë të publikut, jam dorë e kënaqur. Çfarë roli ke pasur? Mbretëreshën Teut. Ke luajtur me përkushtim këtë rol? Po, me shumë përkushtim. Ndarë e kënaqur me arritjen tënde në art? Po, edhe i falenderoj shumë arsimtarët edhe drejtorin që na ka përkrahur. Unë quhem Era Rogova, jam në klasë të 7, jam 12 vjeçe dhe mësimet i vijoj në shkollën Emin Duraku në Prizren dhe jetoj në Prizren. Hobi im është muzika, vizatimi, merrem me orë letrare, shkruaj vjersha dhe kam disa vjersha, si për shembull nëna ime, familja ime, jeta dhe ylberi në dritare. Merrem edhe me vizatim që kam marrë pjesë në garën për ta vizatuar burimin e Drinit Bardh në Pejë. Këtu në shkollë jam në grupin e biologëve, marrë pjesë në orë letrare dhe kam marrë pjesë në dramën Krushit e Lirisë. Cila lëndë të pëlqen më shumë ti? Gjuha shqipe, vizatimi, matematika, biologjia. Po, unë quhem Gresa Susuri, jam 12 vjeçe, jam nxënëse e klasës së 7, vijoj mësimet në shkollën fillore Emin Duraku në Prizren, ku edhe jetoj aty. Cila lëndë të pëlqen më shumë ti? Më së shumti më pëlqen lënda matematikës dhe gjeografisë. Sa të pëlqen kjo lëndë? Matematika më pëlqen ashtu sepse qyshe vogël kam ditur, ndërsa gjeografia ishte një lëndë deri në klasën e 6 dhe zbulimet. Çfarë synon të bësh në të ardhmen? Në të ardhmen synoj të bëhem një aktore e njohur. Përshëndetje, unë quhem Artasi, jam 12 vjeç dhe mësimet i vijoj në shkollën Emin Duraku. Me çfarë aktivitete merresh? Më shumë merrem me basketball. Cila lëndë të pëlqen? Më shumë më pëlqen kimia. Sa të pëlqen kjo lëndë? Sepse mësoj gjëra të reja dhe çdo gjë që ndodh në natyrë. Unë jam Brahim Gashi, jetoj në Prizren dhe vijoj mësimet në shkollën Emin Duraku në klasën e 8. Cila lëndë të pëlqen më shumë? Edhe pse nuk mund t'i veçoj lëndët, më së shumti më pëlqen gjuha shqipe. Sa të pëlqen lëndë? Sepse është gjuha e vendit tim dhe kam dëshirë që të mësoj më shumë për atë. Me çfarë aktivitete merresh? Në kohën e lirë më së shumti merrem me futboll dhe basketboll, por edhe lexoj libra. Çfarë synon të bësh në të ardhmen?
në të ardhmen synoj të bëhem mjek. Që e Madem Vokshi, mësimet vijojnë në shkollën e Minduraku në klasën e 7 dhe jetoj në Prizren. Çfarë aktivitete merresh? Merrem më së shumti me futboll. Cila lëndë të pëlqen? Më pëlqen vizatimi. Pse të pëlqen? Sepse gjithmonë kam dashur që të vizatoj të... A mund të na prezantosh? Po, unë quhem Shenjë Kreziu, vijojnë mësimet në shkollën e Mindurakun, jam në klasën e 7, unë jam 12 vjeç. Me çfarë aktivitete merresh? Më së shumti me basketball. Cila lëndë të pëlqen? Kimia dhe gjuhë shqipe. Pse të pëlqen këto lëndë? Pëlqen se për kimin pëlqen që të zhvilloj mendjen time me eksperimente të ndryshme dhe gjuhën shqipe e pëlqej të mësoj më shumë për vendin tim, do me thonë për gjuhën time. A mund të na prezantohesh? Po, unë quhem Shkurtër Kastrati, jam profesorishe gjuhës shqipe, punoj në shkollën fillore të mesme të Ulët të Minduraku, punoj që 15 vite, në këtë shkollë punohet shumë, ka bashkëpunim me kolegët të gjuhës edhe të fushave tjera. Kemi marrë pjesë në gara shumëta, ku çdo herë kemi korë suksese. Kemi përgatit dramën që e prezentun nxënësit, edhe jemi shpërbly me vendin e dytë. Është ka një garë në nivel të Kosovës, ku kanë marrë pjesë 22 shkolla, edhe e kemi marrë vendin e parë të publikut. A mund të na tregoni më shumë rreth nxënësve se sa kanë sukses nxënësit e kësaj shkolle? Po, nxënësit e shkollës tonë zakonisht çdo herë tregojnë suksese. Ku kemi marrë pjesë në gara, çdo herë jemi kthyer me vendin e parë, vendin e dytë deri vendin e tretë. Kështu që kemi marrë pjesë në emisionin 1, 2, 3 fillo, kemi zënë vendin e dytë nivel të Kosovës. Pastaj nxënësit tonë janë shpërbly me vendin e parë në pej për vizatim. Në çdo garë që kemi marrë pjesë, jemi shpërbly. Deri vendin e tretë s'kemi shku më poshtë. Cilat janë aktivitetet të cilat merren nxënësit e kësaj shkolle? Po, nxënësit tonë merren me aktivitetet të shumta në shkollë, të cilat organizohen në shkollën tonë. Nxënësit korrejnë suksese të mëdha, mirë po me bashkëpunimin e gjithë mësimdhënësve dhe drejtorit shkollës, na ndihmon çdo herë në organizimin e manifestimeve të ndryshme që kemi, garave të ndryshme, çdo herë është i gatshëm. Trajnimeve të ndryshme që mbahen në shkollë. Tash shkollën tonë është majtë trajnimi vlerësimi formativ, ku unë kam qenë me Arta Zajmin, trajnere. Kemi majtë, drejtori ka qenë gatishmëri çdo herë që na ka nevojit si për objektin, si për materiale, si për çdo gjë do të kanë i gatshëm të na ndihmoj, kështu që edhe ajo u kry me sukses. Përveç nxënësave edhe arsimtarët do të kryejnë aktivitete të shumta në shkollën tonë. Pastaj janë aktivitetet për festa të ndryshme, si tash që vjen 28 nëntori, 17 shkurti, 7 marsi, 8 marsi, për çdo festë organizojmë orë letrare, organizojmë programe, ku fëmija shprehin idetë e tyre, mendimet e tyre, ato i punojnë punimet të ndryshme, bëjmë gazetën e murit, bëjmë gazetën e shkollës, për ditë shkollës, që 2 vite kemi fillu edhe me gazetën e shkollës, vitin e kalum ka qenë numri i parë, si vjet numri i dytë i gazetës shkollës, kështu që edhe ajo ka qenë shumë e suksesshme, kanë marrë pjesë të gjithë arsimtarët, përveç arsimtarëve gjuhës edhe të fushave të ndryshme, aktivitetet të ndryshme, kështu që vazhdimisht jemi me aktivitete. Ne këtu jemi pranë bibliotekës së shkollës suaj. A mund të na tregoni më shumë rreth kontributit të prindëve, nxënësve në bashkëpunim me drejtorin dhe arsimtarët, se kush e pasuroi aq shumë këtë bibliotekë? Sa i përket bibliotekës së shkollës, si shihni, biblioteka e shkollës është mjaft e pasur. Kemi pas disa tituj të librave dhe më herët në shkollë, mirë po është pasuruar edhe me ndihmën e prindëve, nxënësit kanë pru disa tituj librave. Kurse vitin e kalum, pjesën më të madhe, drejtori i shkollës ka kërku prej drejtorisë arsimit edhe e kanë pasuru më tepër me tituj që na kanë munguar. Do të gjithë kanë kontribuar që kjo bibliotekë është kjo që është sot. Edhe vazhdimisht pasurohet, edhe prindët janë gatshëm, edhe fëmijët, edhe
të gjithë për. Edhe nxënësit janë mjaft interesuar të lexojnë, vazhdimisht lektyrat mujore që kanë marrin këtu lexojnë, hapësira është e bollshme, pe shifni nëse është dikush i interesu mund me unal edhe këtu me lexu, me nxjerr ndonjë titull, mos me majt librin gjatë në shtëpi, i duhet diçka lexon, e lën, edhe biblioteka funksionon shumë mirë, bibliotekisja është çdo herë në orarin e punës, kjo është për bibliotekën. Pasi që morë pjesë në intervistën tonë dhe në fund të intervistës tonë, pasi që kemi shumë shikues fëmijë, a mund të na tregoni një mesazh për të gjithë fëmijët? Po, unë si arsimtare e gjuhës, kisha me dhënë një mesazh të gjithë fëmijëve që të lexojnë sa më tepër. Lexojnë fëmijët, por më shumë po e merr kohë interneti, e kështu që i kisha këshilluar që ndrysh është libra ku të lexohet vetë, ndrysh është kur mirët prej internetit apo kopjohet prej dikujt tjetër. Me të lexojnë sepse libri pasuron fjalorin, pasuron mendjen, leximi ju ban shumë mirë. Faleminderit shumë që pranove të bësh intervistë. Faleminderit edhe ju. Unë quhem Beze Bektish, jam 19 vjeçare dhe vjoj mësim në shkollën fillore Emin Duraku në Prizren. Çfarë aktivitete merresh? Unë merrem me artin e muzikës, për shkak se që e vogël më ka pëlqyer muzika dhe kam nderuar që të bëhem një këngëtare e famshme ashtu siç dëshiroj edhe tani. Mua më pëlqen muzika sepse kur dëgjoj muzikë gjallërohem dhe ndihem shumë mirë. Kjo është arsyeja sepse kam gjetur këtë gjë. Ke marrë pjesë në ndonjë festival, në ndonjë garë apo dhe që ke kënduar? Po, unë kam marrë pjesë në shumë festivale dhe aktivitete shkollore. Në festivale, për shembull, pjesëmarrja ime pa në festivale ka qenë në festivalin Kosova Fest në Prishtinë, ku kam marrë çmimin e publikut dhe jam vlerësuar aty shumë mirë nga juria. Pastaj kam marrë pjesë në shumë aktivitete shkollore, ku arsimtari Nexhat Ibrahimi më ka ndihmuar gjatë këtij rrugëtimi, gjatë pjesëmarrjeve në aktivitete shkollore. Kam marrë pjesë edhe në shumë programe apo festivale të ndryshme, për të të veçoja njërin, ajo është The Voice of Albania Kids, ku nga 1200 fëmijë jam zgjedhur në top 500 në të gjithë shqiptarinë, jam zgjedhur nga njëra ndër këngëtarët më të mira për fëmijë. Cila lëndë të pëlqen më së shumti? Mua më së shumti më pëlqen gjuha shqipe dhe historia. Pse të pëlqen? Mua historia më pëlqen sepse në histori mësojmë për të kaluarën e shoqërisë njerëzore dhe mua më pëlqen gjuha shqipe për shkak se unë mendoj se gjuha shqipe është gjuha më e bukur dhe më e ëmbël në botë. Çfarë synon të bësh në të ardhmen? Në të ardhmen unë synoj të bëhem një këngëtare. Oj Kosovoj djep lirie, gjdo ku m'shpije një bajrak, u që këjat pas ka hije, për atë dhe po der dhe gjak, po luftojnë djem të Kosovës, prej Drenicë në Malçakovës, po luftojnë djem të Kosovës, prej Drenicë në Malçakovës, për atë dhe lok jam kale, për flamurin kuqezi, jam ushtar në UÇK, do t'i sjell vendit liri, qofshi pushkës, je shqiptar, ta mbrojnë vendin glav për glav, se këtu jam dem baba dem, për Kosovë jap shpirtin tem, se këtu jam dem baba dem, për Kosovë jap shpirtin tem, për Kosovo, për Kosovo, për Kosovë jap shpirtin tem.
Miq të nderuar, kjo ishte e tëra të cilin ne kemi përgatitur sot për ju. E deri në takimin ton të radhës, ditën e mirë dhe mirupafshim. Ju vazhdoni të qëndroni me programet televizive të televizionit Opinion.